Zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht me këtë që janë elmuar policët akademikët e? Tani, studentët e Akademisë së Policisë, pasi kanë konsumuar ditën e djeshme vaktin e drekës, pak orë më pas janë paraqitur 56 prej tyre në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për shkak se kishin problematika me shëndetin. Pra kishin simptoma të ngjashme me ato të helmimit, siç ishin dhimbje të forta të barkut, diare, të vjella e tjera me radhë. Duke qenë se bëj fjalë për një numër shumë të lartë, pra 56 dhe vetëm 2 prej tyre kanë mbetur më pas në spital shumë më tepër se sa të tjerët, ka patur dyshime të para që mund të ishin helmuar nga konsumimi i vaktit të drekës. Në kuadër të këtyre hetimeve ka rezultuar që është kompania Sorial me administratore Alma Tafani, që është partnerja e zotit Nikolin Jaka, e cila kishte një marrëveshje ose një kontratë të lidhur me Akademinë e Policisë për furnizimin me ushqim në formën e cateringut për studentët e Akademisë Policisë, dhe normalisht në këto momente ka nisur dhe hetimi në lidhje me këtë rast. Sipas procedurave, policia ka njoftuar të gjitha institucionet përfshirë edhe AKU-n për të marrë të gjithë... Ky që helmimi rend, para se të mbrim këtu? Atëherë ja do ta shpjegoj, sa ato po shpjegoj sepse kanë të gjitha veprimet hetimore që janë kryer. Do duhet të dalin analizat përfundimtare për të përcaktuar se kush është pra cili nga ushqimet e ka shkaktuar helmimin, por njëri nga studentët e akademisë ka pretenduar që në momentin që kanë ngrënë vaktin e drekës, ka konstatuar që brokoli ka qenë i thartuar dhe kanë ngrënë si me vështirësi. Megjithatë, ai ka pasur simptoma më pas dhe është paraqitur bashkë me kolegët e tij në spitalin infektiv. Pse janë ngritur dyshime për helmim? Sepse gjatë marrjes në pyetje të 2 mjekëve të spitalit infektiv dhe konkretisht Nejada Çomos dhe Edmond Pucës, ata kanë pretenduar që kanë dyshime dhe simptoma për një helmim të ushqimit. Më pas janë marrë në pyetje studentët të cilët kanë qenë në gjendje të japin shpjegime në momentet e para për shkak të gjendjes shëndetësore, dhe është marrë gjithë vakti drekës, sepse duhet kemi parasysh që përgatitet aty edhe tek Akademia e Policisë. Dhe rezulton që policia pasi ka kryer veprimet e para hetimore, ka arrestuar 2 persona, të cilët dyshohen për veprën penale importim, prodhim, shitje ushqimeve dhe ruajtje ushqimeve të rrezikshme për shëndetin e njerëzve, dhe konkretisht është arrestuar kuzhinieri Kujtim Ballxhini, i cili do duhet të përballet më pas me gjykatën dhe të kuptohet se cila do të jetë masa e sigurisë që do të caktohet, dhe Kristiana Plaka, që është teknologe. Nga ana tjetër është bërë kontroll banese tek shtetëse Alma Tafani, që sikur se thash është administratore e kompanisë Sorial, fillimisht për këtë Alma Tafani është gruaja e partnerja e zotit Jaka. Partnerja e zotit Jaka. Po, fillimisht është thënë që zonja Thuhet dhe gruaja partnerja, a? Po, dakord. Thuhet. Mund ta përcaktojmë si doni. Atëherë, zonja në fjalë është administratore e kompanisë Sorial, që sikur se thash ka një kontratë lidhur me Akademinë e Sigurisë ose Akademinë e Policisë së shtetit për furnizimin me catering të studentëve. Duhet kemi parasysh që fillimisht është thënë që kjo zonjë ndodhe jashtë vendit, më pas gjatë kontrollit në sistemin Teams dhe verifikimit në sistemin Teams nuk rezultonte të ishte jashtë vendit, dhe për këtë arsye është bërë kontroll banesa, ajo nuk është gjetur në banesë, dhe për këtë arsye forcat e policisë kanë mbajtur edhe proces verbalin përkatës. Deri në këto momente që ne flasim, nuk është paraqitur të paktën në mënyrë të vullnetshme përpara policisë për dhënë shpjegimet e veta. Tani ky rasti çfarë na tregon zoti Rakipi dhe zonja Gjulameti ndoshta mund na japi më shumë detaje, që problematika me sigurinë ushqimore në vend është një ndër shqetësimet më të mëdha. Fakti që ndodhi në Akademinë e Policisë, prandaj mori vëmendje kaq të madhe, sepse ne kemi plot raste të tjera ku ka helmime brenda institucioneve të ndryshme apo në qerdhe në kopshte të tjera me radhë, por janë raste të izoluara dhe nuk bëhen shumë publike. Në rastin konkret, fakti që ndodhi tek policia mori një vëmendje më të shtuar dhe mendoj që ky rast duhet të shërbej për të monitoruar edhe të numrit të lartë, po edhe Akademia e Sigurisë e tjera me radhë, duhet shikohet që ku lidhet një kontratë, se si është lidhur kjo kontratë, çfarë është ushqimi që shërbehet, në çfarë kriteresh dhe kushte shërbehet. Imagjinoni tani një ushqim që do të shërbehet në mesin e gushtit, që temperaturat janë shumë të larta. Dhe kjo mori vëmendje për këtë arsye, ndoshta po të kishte ndodhur diku tjetër, nuk do të kishte këtë lloj vëmendje, po kjo duhet të tërheqi realisht vëmendjen e institucioneve, sepse AKU-ja, siç e thotë edhe Sokoli, është absolutisht një vatër e pastër e korrupsionit. Ne kemi patur 10 raste kur produkte shqiptare janë dërguar jashtë vendit dhe janë bllokuar dhe janë sinjalizuar nga autoritetet e huaja që janë jashtë çdo standardi.
Dhe imagjino çfarë ndodh, pra kur tentohet të dërgohen dhe jashtë në vende të tjera, imagjinoni se çfarë produktesh. Na blen nga Salive dhe ky inspektori më shkruan një për Dash Sulën, se dhe Dash Sula aty punon. Ai kontrollon të gjithë inspektoriatet. Ai është Ta akus, si kemi thënë, po. Se fora me Dashin unë dhe do tjetë kur të marrë dhe disa masa tjera ta. Pjesën e AKU-s ne e përmendëm dhe e zauruam, kam përshtypjen që është një institucion inekzistent kur vjen puna tek siguria ushqimore, por ne nuk kemi as kulturë hetimore që të hetosh atë çfarë ndodh më pas. Ne kemi qenë dëshmitar të 10 helmimeve masive që kanë ndodhur në Shqipëri, njëri prej tyre kujtoj tani në qytetin e Bulqizës, 10 qytetarë të Bulqizës u helmuan për shkak të ujit të pishëm që vinte në çesmat e tyre dhe askush nuk mbajti përgjegjësi për këtë. Edhe në këtë rast kam përshtypjen që nuk ka çfarë heton më prokuroria apo policia apo institucionet tjera. Në këtë rast duhet mbajtur përgjegjësia penale dhe përgjegjësia penale të shkoj atje ku i takon në këtë rast, që përgjegjësi kryesor është kompania e cila ka dërguar ushqimin e helmuar tek Akademia e Sigurisë. Kështu që unë më shumë tani e tutje bëj me përgjegjësi policinë dhe prokurorinë e cila duhet ta hetojë seriozisht të paktën një çështje të tillë që të kemi të identifikuar çfarë shkaktoi dhe kush janë shkaktarët, dhe më pas mund të themi që po kemi pasur një sukses sa i takon tillë lloj hetimi, por kam përshtypjen duke parë se çfarë ka ndodhur në vazhdimsi, mendoj që ky do të jetë një çështje dhe do të jetë një hetim që do të harrohet shumë shpejt. Do të jetë një hetim që do të harrohet shumë shpejt, siç harrohen gjitha gjërat. Siç harrohet ajo partia e Durrës, siç harrohet këtu tani fshihet disa ditë kjo gruaja. Mos kjo që ishte një helmim, shërohen edhe pas 2 ditësh. Po, u shëruan ata sepse shpjegonte një eksperte, sepse kishin dhe imunitet shumë të lartë nga që ishin çuna të rinj, e kupton? Po. Edhe çuna vajza të reja ndoshta, por merrem me mend sikur kjo të bjerë, kjo gjë të ndodh tani në një azil pleq. Ose në spital. Problemi e di cili është në rastin konkret, shpesh herë studentët e Akademisë së Sigurisë, pavarësisht se nuk flasin publikisht për shkak të kushteve dhe kritereve që ata kanë edhe hyn në atë shkollë, janë ankuar për cilësinë e ushqimit aty. Dhe me thënë të drejtën, po të flasësh në mënyrë individuale, ata ankohen në mënyrë të rregullt dhe periodike për cilësinë shumë të dobët që ushqimit që ka në Akademinë e Sigurisë. Dhe imagjinoni, domethënë, sepse ata janë njerëzit të cilët mund të flasin për këtë çështje dhe mendoj që përtej masave administrative do duhet ketë një hetim tërësor dhe të plot nga autoritetet, por do duhet shikohet dhe cilësia. Sepse fakti që vetëm një grup kompanish fitojnë të gjitha këto tendera, do të thotë që këto kompani ka dyshime të forta ose flamuj të kuq që mund të jenë ose të paracaktuara ose të kanalizuar në disa duar, të cilët pretendojnë që gjoja kanë eksperiencën, por nga ana tjetër nuk e kanë këtë eksperiencë për të dhënë një shërbim të tillë ose japin, domethënë dërgojnë ushqime të cilat janë skaduara, se është e pamundur 56 persona të shkojnë në spital në gjendje problematike. Qartë. E kupton? Domethënë, imagjino po të ndodh kjo. Do të merrem edhe me pasojat. Çfarë pasoje pati firma pas kësaj? Pavarësisht atyre që u arrestuan? Kjo është pjesë e a u vu në pull? A u vu në një mas paraprake, po them? Jo, unë me sa dëgjova në një intervistë që kishte dhënë administratori, vazhdojnë që shërbimi i cateringut ofrohet nga njëjta kompani. Po, normale. Ka ndërprerje as pezullim të kontratës. Më duket se e tha dhe drejtori i policisë Sita në njëjtën deklaratë. Po, këtu duhet ndërpritet në të kundërt, nëse vazhdon në njëjta gjë mund të ripërsëritet. Pa dashur të paragjykojmë kompaninë, pra të pezullohet derisa të ketë një hetim tërësor në lidhje me çështjen. Sepse nëse lejohet në këtë mënyrë, mund të ketë problematika të nesërmen. Dhe është absurde që kjo ndodh në Akademinë e Sigurisë. Imagjinoj çfarë mund të ndodh në vatra të tjera